Shmuar se secili nga ne ka interesa personale, por ne jemi këtu për treguar se kush është tradhtari dhe se kush janë ata të cilët e ruajnë vendin e tyre. Ne këtu kemi treguar se pavarësisht angazhimeve tona personale dhe familjare, qoftë edhe profesionale, kemi marrë përsipër të ngrem zërin për ata të cilët nuk mund të jenë këtu mes nesh. Më bëhet qefi që shikoj këtu fiturat qytetare, të cilat gëzojnë integritet dhe votacion në qytet. Këta janë ata të cilët pavarësisht ngjyrës ose etiketimi siç i bën disa rrjete sociale që munduan ta etiketonin këtë lëvizje si një lëvizje të komunitetit rom dhe egjiptian, ju them këtu sot në shesh se ata janë fytyra e dinjitetit, nuk janë fytyra të lyera me vajin e sufllaqeve. Këta janë ata të cilët kërkojnë të drejtat e lirit e tyre, por nuk janë ata që fshihen mbrapa kulisave dhe mbrapa karrigeve të pushtetit. Sot, ata që janë këtu, janë krenaria e qytetit. Prandaj, deri në realizimin e kërkesave dhe edhe qytetarëve në protestën e Tiranës, ne nuk do të largohemi. Ne jemi për një Shqipëri të re, pa tradhtar, pa kulisa, pa kusar. Ne jemi për një qeverisje e cila do të japë të drejtën e vendimarrjes vetë popullit. Sepse fjala demokraci do të thotë pushtetin duart e popullit, por sot të pushtetin e kanë marrë oligarkët, e kanë marrë trafikantët, e kanë marrë kushdo përveç popullit. Dhe ky sistem i cili na ka sjell sot këtu nuk meriton të zgjas as 24 orë. Ne i bëjmë thirrje çdo qytetarit lirë që të marrë në dorë fatet e tij dhe të ardhmës vet. Ashtu sikur zonja ka cilë nga Greqia, ashtu sikur se shumë të tjerë kanë ardhur nga diaspora, kanë dëshmuar se çfarë lidhje ka ky vend dhe se çfarë lidhje kanë ata me këto rrenjë. Prandaj ne nuk duam të largohemi këtu duar bosh. Ne nuk duam të largohemi këtu pa realizuar kërkesat tona. Dhe ne do të vazhdojmë në mënyrën më dinjitoze të mundshme. Ju ftoj çdo ditë të jemi pjesëmarrës dhe të kërkojmë dhe të mbrojmë drejtat tona. Faleminderit. Shmuar se secili nga ne ka interesa personale, por ne jemi këtu për treguar se kush është tradhtari dhe se kush janë ata të cilët e ruajnë vendin e tyre. Ne këtu kemi treguar se pavarësisht angazhimeve tona personale dhe familjare, qoftë edhe profesionale, kemi marrë përsipër të ngrem zërin për ata të cilët nuk mund të jenë këtu mes nesh. Më bëhet qefi që shikoj këtu fiturat qytetare, të cilat gëzojnë integritet dhe votacion në qytet. Këta janë ata të cilët pavarësisht ngjyrës ose etiketimi siç i bën disa rrjete sociale që munduan ta etiketonin këtë lëvizje si një lëvizje të komunitetit rom dhe egjiptian, ju them këtu sot